Aromatizuesit që përdorin për të freskuar shtëpinë shkaktojnë jo vetëm kancer, por dëmtojnë veshkat, gjakun, shkaktojnë probleme të mëlçisë. Ndaj, mos përdorni asnjëherë më spraj apo çdo aromatizues tjetër. Prodhuesit përdorin shumë kimikate gjatë prodhimeve të tyre dhe nga ana tjetër shiten në treg si produkte me përbërës natyral dhe pa efekte në shëndet. Ekspertët paralajmërojnë se substancat që ato përmbajnë janë me të vërtet shumë të rrezikshme dhe infiltrojnë në trupin tuaj nëpërmjet fytit dhe hundës. Hiqni dorë prej tyre, sepse ka mënyra natyrale, të cilat kanë aromë të këndshme dhe nuk shkaktojnë probleme shëndetësore. Dhe një e tillë është kanella e vluar. Është një zgjidhje natyrale që sjell aromë e plot freski. Vendosni shkompinjt e kanellës në një tenxhere me ujë dhe lërini të vlojnë. Këto shkopi shlirojnë komponime të dobishme, siç është eugenoli, të cilët duke i thithur kanë aftësi të lehtësojnë dhimbjen e kokës, të zvogëlojnë marramendjen apo nervozizmin. Kanella gjithashtu shërben si një indikator që përmirëson dhe rrit kujtesën. Aroma e saj e këndshme dhe antivirale zhduk çdo aromë tjetër të pakëndshme në të gjitha ambientet e shtëpisë. Nuk rekomandohet për gratë shtatzëna, të cilat duhet të qëndrojnë larg kësaj, sepse komponentët që ajo shliron mund të shkojnë deri aty sa të dëmtojnë edhe fetusin. Shtimi i tepërt në peshë lidhet me një sër faktorësh, por personat që e vuajnë këtë problem bëjnë gjithnjë të njëjtin gabim. Ndaj duhet të hiqni dorë nga ky zakon. Zëvendësimi i pijeve me sheqer me ujë mund të ndihmojë në mënyrë të konsiderueshme në parandalimin e mbipeshës, uljen e peshës trupore dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm. Kërkimet kanë treguar se konsumi kalorive shtesë nga pijet me sheqer rrit rrezikun e shtimit në peshë, si dhe rrit rrezikun e prekjes nga diabeti i tipit 2. Pra, zëvendësimi i këtyre pijeve me ujë ndikon pozitivisht në shëndetin e përgjithshëm, por përpos kësaj ndihmon edhe në humbjen e peshës. Edhe tek njerëzit, të cilët pinë këtë lloj pije gjatë ditës, uji ka përsëri një ndikim të madh, duke përmirësuar dëmet që kanë shkaktuar ato. Gjithashtu, studimi ka treguar se për një jetë të shëndetshme, ushqimet me shumë kalori duhet të zëvendësohen me fruta, perime dhe mish peshku. Vlen të theksohet se sot në botë, një numër i madh njerëzish vuajnë nga mbipesha, që është shkaktar i një varg sëmundjesh të rënda. Hurma është një ndër frutat me më shumë vlera ushqyese, që ju bën dhe të humbisni peshë shpejt. Sipas një kërkimi shkencor të realizuar nga Spitali i Kërkimit dhe Edukimit Umranie, është vënë re se pacientët të cilët konsumonin 3 hurma të arabis, një orë para vakteve ushqimore, konsumonin më pak ushqim për shkak të reduktimit oreksit dhe ndjesisë së ngopjes. Nga të dhënat, është vënë re se pacientët në fund të muajit kishin rënë 4 kg. Duke konsumuar hurma arabe, ka të ngjarë që tek disa persona të mos kenë më dëshirë për të ngrënë vaktin. Kjo zgjidhje është mjaft e mirë dhe rekomandohet, pasi hurma i ka të gjitha elementet e nevojshëm për furnizimin e organizmit. Nga ana tjetër, nuk duhet harruar asnjëherë se hurmat arabe kanë mjaft kalori. Kjo do të thotë se nuk duhet konsumoni më shumë se 9 kokra hurma në ditë. Te kalimi i kësaj norme mund të bëjë efektin e kundërt. Përveç kësaj, hurma arabe është një produkt me vlera shumë të mëdha ushqyese. Ajo përmban vitaminat A, B1, B6, C dhe vitaminën D. Po ashtu, hekur, magnez, sodium, kalcium, zink squfur dhe shumë përbërës të tjerë. Edhe pse ka yndyrra në përbërjen e vet, hurma arabe nuk përmban as pak kolesterol.
për shkak të përbërjes së saj. Urmarabe parandalon sëmundjet e mëlçisë, tonifikon muskujt, eliminon parazitët, lufton sëmundjet e tiroideve, forcon sistemin nervor dhe pastron veshkat dhe kanalet urinare. Në një vend të madh si Kina, ka hapësira të bollshme edhe për ide të çuditshme, e njëra prej të cilave është një fshat sa i pasur, aq edhe misterios, të paktën për ata që jetojnë jashtë tij. Bëhet fjalë për fshatin Huazi, që shtrihet në një hapësirë prej 97 hektarësh. 5 dekada më parë, ai ishte si gjithë zonat e tjera të vendit komunist, me banor të varfër që mezi siguronin bukën e përditshme. Një ide e Wu Renabo, ish sekretari i Partisë Komuniste për këtë provincë, do të ndryshonte përgjithmonë jetën e banorëve vendas dhe do ta shndronte fshatin në një prej zonave më të lakmuara të Kinës. Luksi nuk është i vetmi favor që ju bëhet banorëve të fshatit. Ata kanë drita, ujë, shërbim shëndetësor dhe të gjitha shërbimet e tjera falas. Megjithatë, të gjitha këto vijnë me një kosto të madhe, atë të lirisë. Që të bëhesh banor i fshatit ka filtra të fortë, fillimisht politik e më pas edhe ekonomik dhe social. Së pari duhet që në llogarinë bankare të mos kesh nën $250,000, së dyti të punosh 7 ditët e javës, të heqësh dorë nga shfaqja në publik, pasi ndalohet që të flasësh për mediat. Të gjitha këto janë kushtet për të qenë banor i Huacis dhe me të plotësuar probleme vete është edhe shkëputja. Nga fshati mund të largohesh vetëm duar bosh, pasi banorëve që zgjedhin ta lënë atë, u ndaloj që të marrin me vete pasurinë. Mos u shqetësoni nëse telefoni ju bie në ujë, pasi tashmë fal një pajisje të quajtur Redux, nuk do të ketë më asnjë pasojë. Ky është një produkt që do t'i jap jetë telefonit tuaj dhe nga dëmet më serioze nga uji. Mund të hiqni të gjithë ujin nga aparati dhe me një kosto shumë të ulët. Në këtë mënyrë, nuk do të duhet të blini një telefon të ri, thot Reuben Zielinski, themelues i Redux. Por si funksionon Redux? Vepron si një dhomë vakumi dhe avullon të gjithë lagështirën në telefonin tuaj. Në më pak se një orë telefoni juaj fillon punësërisht. Ne kemi 200.000 antarë në programin ton dhe kemi bërë 15.000 eksperimente, vijon Zielinski. Por Redux nuk të shpëton vetëm telefonin, por edhe orat smart, kufjet apo edhe pajisjet të tjera teknologjike. Është një zgjidhje shumë herë më mirë se sa orizi. Dubai ka nisur ndërtimin e grattacielës që do të kalojë edhe lartësinë e të famshmes Burj Khalifa, që është aktualisht ndërtesa më e lartë në botë. Kulla në portin e Dubai Creek do të kushtoj $1 miliard dhe do të ofrojë pamje 360 gradë të qytetit. Një zëdhënës tha se ndërtesa më e lartë në botë do të jetë gati në vitin 2020. Sheiku Muhammed bin Rashid Al Maktoum tha se qindra punëtor janë të gatshëm për të ndërtuar grattacielën. Sipas deklaratave të bëra, thuhet se kjo kullë do t'i kalojë 828 metrat. Nuk ekziston një libër magjik që mund të shpjegojë se si ushtrohet më mirë roli i prindërve, por sipas moshës së fëmijëve, është e mundur të transmetojnë leksione vërtet të çmuara dhe të rëndësishme për të rritur mirë dhe të shëndetshëm. Një nga vlerat e para për të mësuar fëmijëve që të vegjël është refuzimi kundër dhunës dhe promocioni i dialogut.
Tu mësosh fëmijëve të refuzojnë dhunën, si fizike ashtu edhe verbale, nuk do të thotë që të mësosh atyre që të ngrindesh dhe të përballesh është diçka e gabuar. Përkundrazi, është e rëndësishme se që të vegjël të përftohet vlera konstruktive përballjes dhe diskutimit. Së dyti, vlerat personale. Sipas ekspertëve në psikologjinë e fëmijëve, në fashën e moshës së para 10 viteve, është e rëndësishme të transmetohet atyre që lumturia është një gjendje brendshme e pavarur nga të tjerët, ose më saktë, asnjë nuk mund të dhurojë lumturinë e vërtet përveç nesh. Ky lloj leksioni është ndoshta më i rëndësishmi, sepse vendos në qendër qenien njerëzore edhe përmbys perspektivën e përbashkët që kënaqësia dhe qetësia vijnë nga jashtë. 3. Respekti për diversitetin. Për fat të mirë, shoqëria është gjithnjë më shumë e ngjyrosur dhe multikulturale, dhe ky aspekt i jep fëmijëve të sotëm mundësitë të papërsëritshme rritjeje dhe përvoje. Në shkollë, në sport dhe në marrëdhënien e jetës, mësohet të respektohet çdo tip diversiteti, duke shndruar në një burim të çmuar. Por ju takon edhe prindërve të mësojnë fëmijëve dhe më e mira para moshës 10 vjeç, që diversiteti është një vlerë dhe respekti është po ashtu një rregull. Në vimësi, asnjë nuk duhet të qëndrojë pas. Promovimi i mbështetjes dhe vetmohimit do të jetë pastaj shumë më i lehtë për të përftuar nga fëmijët, nëse prindrit do të respektojnë të parët të tjerët. Dhe së fundmi, altruizmi. Jo vetëm si spektator të jashtëm, por është vendimtare të jepen edhe shembuj të mirë për fëmijët, duke ndihmuar se kush ka shumë nevojë konkretisht dhe duke dënuar çdo lloj racizmi dhe egoizmi në mënyrë të drejtë dhe të pakthyeshme. Fëmijët në të vërtetë u japin shumë rëndësi gjesteve dhe padyshim i konsiderojnë prindrit modelet e tyre të pareferues. Kjo ndodh para së gjithash në vitet e para të jetës. Pikërisht në këtë periudhë bëhet e rëndësishme sjelljet sipas disa parimeve si altruizmi. Nuk duhet kurse si të fillojmë një diskutim nëse jemi të zemëruar. Ndoshta gjithsecili e di se kjo është e vërtetë, por ndonjëherë ne humbim kontrollin e emocioneve tona gjatë një diskutimi të nxehtë dhe nuk mundemi të ndalojmë. Madje mund të shtyjmë më tej debatin, derisa të jetë shumë vonë. Por janë 3 arsye të qarta pse nuk duhet kur të debatojmë nëse jemi të zemëruar. Së pari, sepse mendojmë se të gjithë janë kundër nesh. Kur një person është i zemëruar, humb jo vetëm kontrollin e emocioneve, por edhe besimin për shkak të faktorëve që kanë të bëjnë me funksionin e brendshëm të trurit. Psikologët thonë se për këtë arsye, ne cilësojmë çdo fjalë apo gest të personit që kemi përballë një fyerje. Kjo bën që tonat e bisedës të nxehen, çka do të çojë padyshim në fundin e kësaj marrëdhënie. Së dyti, padashur do të zemërosh edhe kundërshtarin tënd. Gjatë studimeve të panumërta, shkencëtarët kanë provuar gjithashtu se nëse ju jeni i zemëruar, edhe personat e tjerë përballë jush do të ndihen të zemëruar gjithashtu. Ky fakt e përforcon më tepër iden se nuk do të jeni kurse si në gjendje të zgjidhni një konflikt kur jeni i zemëruar.